Punëtorët kanë të drejtë në pushim mjekësor të paguar deri në 20 ditë për sëmundje të përgjithshme dhe deri në 90 ditë për sëmundje profesionale. Por çfarë ndodh kur sëmundja zgjat më shumë? Pas kësaj periudhe, punëtori nuk ka më mbështetje reale nga sistemi. Punëtorët kanë të drejtë në 20 ditë pushim mjekësor në vetë me kompencim të plotë të pagës në rast të sëmundjes së përgjithshme dhe deri në 90 ditë pushim mjekësor me kompenzim për 70% të pagës në rast të sëmundjes profesionale, bazuar në dokumentacion mjekësor. Pushimi mjekësor paguhet nga punëdhënësi. Kur punëtorët sëmuren për një periudhë më të gjatë, ata mund të bëhen të kualifikueshëm vetëm për një pension invalidor në punë për 100 eurosh në muaj, i cili financohet nga taksat, dhe vetëm nëse arrin të dëshmojnë paaftësi të përhershme për punë, të vërtetuar mjekësisht. Shumë punëtorë në sektor me rrezik të lartë, si ndërtimtaria, industria apo prodhimi, përfundojnë të lënduar ose të sëmurë për periudha më të gjata se 90 ditë, por nuk arrin ta dëshmojnë paaftësinë e përhershme për punë. Kjo përbën një tjetër boshllëk të madh në sistemin aktual, i cili në praktik e zhvendos barrjen e sëmundjes afatgjat mbi vetë punëtorët, në vend që ta trajtojë atë si rrezik social të mbuluar nga shteti. Në mungesë të sigurimit shëndetësor dhe sigurimin nga papunësia, Kosova ka krijuar një sistem ku humbja ndahet padrejtësisht, punëtori humb sigurinë, ndërsa punëdhënësi mban barë financiare që në shumicën e vendeve mbulohet nga fondet publike. Nëse do ekzistonte një fond i detyrueshëm i sigurimeve publike, punëtori i sëmurë do të ishte i mbrojtur dhe punëdhënësi nuk do të penalizohet për sëmundje apo paaftësi afatgjata. Praktika ndërkombëtare tregojnë se zgjidhja është e qartë, një sistem funksional i sigurimeve publike, me kontribute të ndara dhe mbrojtje të drejtë për të dyja palët.